Janë gjetur në Vlorë në një banesë të marrë me qira në katin e dytë të një pallati në lagjen Kushtrim 2 motrat nga Durrësi, të zhdukura që më 16 korrik. Orialda Kajtazi dhe 14 vjeçaria K. Kajtazi kanë deklaruar gjatë marrjes në pyetje në polici se kanë ikur me dëshirë nga shtëpia dhe se nuk janë shfrytzuar nga askush. Ato kanë paguar 130.000 lekë të vjetra për banesën e marrë me qira përmes një agjencie imobiliare dhe nuk dinin nga ajo që të mos pikaseshin. Kishin ndryshuar ngjyrën e flokëve, ndaj dhe policia e pati të vështirë të gjente. Kemi arritur të mbledhim dëshmitë e para të personave të cilët jetojnë këtu përreth. Ata kanë thënë se motrat nuk i kanë parë përveç se ditën kur ato kanë marrë apartamentit e tyre dhe herëve të ralla që ato dilnin për t'u drejtuar supermarketit. Dy motrat kanë thënë në polici se qenë hatërmbetje të krijuara me prindërit që i larguan nga banesa pasi vunë më parë flakën. Ato pranuan se u dhanë prindërve ilaçe gjumi që mos t'i pikasnin. Baba i vajzave Iqmet Kajtazi pohon se i ka falur për largimin dhe kërkon që të mos dënohen. Për të rëndësishme është që janë gjallë. Po gjesi nuk është i mirë, po tani unë për fëmijët të mundohem që t'i falë. Rrethana nuk kanë ato rrethana për të larguar, s'kam pasur asnjë gjë, domethënë në një gjë në terren për të larguar. Thjesht të moshës janë ato, nuk kanë dëshirë të dënojnë. Dy motrat Kajtazi ndodhen në policinë e Durrësit në pritje të masës së sigurisë për akuzat shkatrimi pronës me zjarr dhe vjedhje në bashkëpunim.